Ministria e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit dhe ekspert nga institute ndërkombëtare kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi e cila synon trajnimin falas të mbi 600 profesionistëve të administratës publike në përdorimin e inteligjencës artificiale. Ministrja e Linjës Adea Pirdeni tha se kjo nismë re shënon një hap konkret drejt ndërtimit të kapaciteteve digjitale në administratë. 600 zyrtar publik shqiptar, 100 për tyre lider dhe 500 zyrtar publik në funksione ekzekutive dhe në funksione leadershipit mesëm të mundet të trajnohen për përdorimin e inteligjencës artificiale në punën e tyre të përditshme. Kjo iniciativë, sipas Pirdeni, do të sjellë një ndihmë të vyer edhe për përkthimin dhe përshtatjen e legjislacionit evropian. E gjithë kjo punë e jashtëzakonshme legjislative që Shqipëria do të bëjë për të marrë atë pjesë, atë korpus të legjislacionit të BE-s, për ta bërë pjesë legjislacionit shqiptar, kërkon një punë të jashtëzakonshme. Dhe ky sistem i ri gjithashtu synon pikërisht këtë drejtim që të ndihmojë të gjitha stafet tona me atë krahasimin midis legjislacionit të BE-s dhe legjislacionit vendas, se si ne duhet ta përshtasim legjislacionin në përditshmëri. Nga ana e saj, drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçana i tha se trajnimi në inteligjencën artificiale i vjen në ndihmë jo vetëm administratës publike, por edhe qytetarëve dhe bizneseve në vend.